Miss Adriana. Erdha bëj pak manikyr edhe pedikyr. Loksi që kam bërë këtë më pëlqen shumë. Ja, edhe thojnë ti bëra të kuqe të ndezur. E me të kam bë vetë, do të thonë dhe pedikyrin e kam bërë njësoj. I shkurtova pak si ishin shumë gjatë. Përshëndetje zemrat e bukura, mirë mëngjesi. Ja ku jemi përsëri në vlog me mua, vlog me Elin, për ju që jeni të reja. Si gjithmonë, siç e dini, unë gati kështu. Qëra mëngjes që ta besoni ora është 8:30, do t'ja tregoj tani. Nuk e di a duket, prit. Ja ku është. 8:30, a ne mos shikoni se kam rrobe për palos për te kuros. I kam lanë mram, i kam ledh, i kam darë, do me thënë kush janë për te kuros, kush jo. Edhe më duhet që sot ose nesër, po sot më duhet që ti palos të paktën, do më dimoj Argita, që ti palos, mos i leja shu, se kur i lejnë këshu mas, fillojnë e rrudhën e së do rrinë më shumë, do me thënë se një dit, edhe nuk kam qef që ti le, nuk më pëlqen. Mund t'i palosi Argita pak këshu si përfaqi që ti kem gati për t'i hekuros, dhe them që nga mbrëmja, inshallah, si jam loth, t'i hekuros. Ditën e djeshme, bëra thojnë të bëra manikyr, pedikyr. Sa herë që shkoj bëj, sa herë, them që do marrë një furrë edhe ato mjetet për thonjë, do me thënë, pak jo shumë, që t'i bëj sa për vete. E kam mendu shumë herë, më duket se e kam përmendë në video këtë gjë dhe nuk e di pse nuk kam ble. Por këtë herë jam vendos për t'i ble sepse sinqerisht po i bia lapsit, thash sa lek mund të harxoj me thonjt. Se i bëj pothuaj se çdo muaj, një muaj gjys, 2 muaj. Edhe nuk më doli mirë llogaria, s'më pëlqeu. Kështu që them që do t'i marr vetëm ato, do me thënë që shtyn lëkurën ose dhe gurin që ha thonin sipër mu ta marr, edhe furrën dhe pak manaqyre, jo shumë. Se unë kam thonin tim, unë nuk i bëj as tipsa as gjel as një gjë. Kështu mendova. Adriana të shtunën ka ditëlindjen, edhe unë po përgatitem, do me thënë po përgatitem që t'i bëj diçka shokëve dhe shoqeve të Adrianës në shkollë, sepse Adrianës i bie të shtunën dhe unë të premten duhet t'ja çoj kalamajve, edhe thash t'i bëj diçka me qeset vogla, kështu t'i vendos në një gjë. Mi ka shkruajt Adriana në një letër se çfarë duhet ble dhe çfarë duhet i vendos. Jo, nesër do t'i bëjmë nesër. Nesër do t'i bëjmë gati që t'ja çoj Adriana shokëve dhe shoqeve. Më duhet të porosis edhe tortën. Do të porosis një tortë, nuk e di se as ajo vetë nuk ka thënë çfarë torte do, më thot mami merr me çfarë dush. Merr me ndonjë princesh, me ndonjë Barbie, nuk ka shumë kërkesa Adriana si fëmijë, nuk e ka problem. Duhet marrë në telefon edhe për ato të llombacet e dekorit për ditëlindje, që t'mi sjellin, se nuk i ka marrë akoma, të paktën t'i marrë sot që t'i sjellin nesër. Tani po dal të pi kafen e mëngjesit me një shoqe. Bëra dush mbrëm, bëra banjë dhe sinqerisht ja kështu i kam kref me tharë, se po tharë se mua ma fryn flokun, gjithmonë se nga që është kacurel edhe fryhet. Kështu që duhet se zbën pjastër, sa do që unë mund të përdor kremra. Prap merr një volum shumë të lartë floku, gjithmonë kacureli, jo vetëm floku im. Edhe nuk e kam ly me kna këto ditë që kur e lyva që një ditë, edhe kam bërë dhe make-up si që bëj unë thjesht, do me thënë contouring tek mollzat edhe këtu i kam bërë një soj, do me thënë një ngjyrë. Vetëm buzën nuk e kam lyer, thash hap video dhe t'ly buzën nuk e kam lyer. Shkojmë pim kafe në mëngjesit si gjithmonë. Harrova t'ju thoja që isha par dje te Pepko, sepse bëra dhe një reels në Instagram për goca, do me thënë që nuk kanë Instagram ose zonja, zonjushat. Unë në fakt e kam ngarku në Instagram që mora 2 gjërat vogla që i vendosa në shtëpi për dekor tek Pepko, 2 gjërat vogla kështu. Jo shumë gjëra se nuk më pëlqen, po nga që i ka qef Adriana shumë edhe Argita, mora një pul kështu si floriri,
me tela floriri, ose ishte e gjithë, ngjyra, edhe një lepër që është për të mbajtur ndoshta diçka, ndonjë lule, ndonjë karamele, edhe atë kështu si ngjyrë floriri, po janë me tela të punuar. Edhe po mendoja, domethënë atë fragmentin e vogël të videos, thashë t'ua servir në këtë vlog, edhe që të shikojnë, domethënë se një reels vogël këtu në YouTube. Do ta vendos në fund fare të vlogut. E mendova, Adriana si ka marrë një dele, një dele nga ato delet që i zgjaten kamat edhe i zvoglohen, bëhet edhe i gjatë, edhe vogël, e kemi vënë aty te Oxhaku tek cepi, do ta shikoni në reels këtë gjë, do me thënë tek vlogu në fund, atë kishe qef Adriana, e merr flej gjume atë, dhe nuk e dija çfarë do t'i bleja, se ne i kemi marrë shumë gjëra, çdo vit, edhe për vitri, edhe s'po dija çfarë t'i merrja, thash t'i marr një dele, pastaj po mendohem tani t'i marrë dhe ndonjë set, ndoshta nesër ose pas nesër ndonjë set a ketë veçantë kështu ndonjë fustan, ndonjë diçka me geta, se sigurt që do dalin për ditëlindjen e Adrianës. Ndoshta nëse nuk dalin të shtunën që e ka, dielën e sigurt. Edhe këtë po mendoja, thash i mora një dele si dhuratë. Do ju a tregoj tani. Është kjo delja këtu me këto këmbë të gjata. Ja. Edhe uleshin, do me thënë këto këmbët, edhe bësh e vogël delja. Pula dhe lepri, leprit i kemi vendos karamele, do me thënë, që i mora te Pepko, i ka kthy Adriana kështu këto. Edhe kjo është një dhuratë që ja mora Adrianushit, po atje ja mora te Pepko, më pëlqeu. Do ikit pim kafe, në çantën e kam lënë te tavolina, ja çanta, makinën e kam për ta larë. Nuk po bëj ndonjë ëmbëlsirë në fakt për gocën, sepse më duhet porosis tortën edhe bën shumë ëmbëlsira dhe nuk i ha njeri, se kush do t'i haj. Kështu vën para që në bëna gabim. Në rregull që kemi edhe laktë. I mbarova, do ju tregoj në fund, por edhe një që do ta mbush, të shikoni domethënë çfarë do vendos brenda te këto qiskat e vogla për dhuratë, të vendos këtë lëngun e frutave, që është me 9 fruta, që është shumë i mirë në fakt, sepse dhe sheqerin e ka shumë të ulët. Edhe lëpirse, i duan kalamajet, lëpirse nuk janë gjitha njësoj, ka dhe ngjyra tjera. Çokoladë Kinder të vogël, Adriana na ka kapë çokolla sot, si kolla alergjie nga tymi, edhe një lakta të vogël. Kemi dhe karamele me vezë, edhe këtë karamelen, prit se nuk ja tregova, edhe këtë karamelen me vezë, kjo këtu, edhe mbaruam, kjo ishte qisja e fundit, se kemi bërë edhe për mësuese, në do t'ju tregoj të gjitha. Këtu do t'i mbyll pak me një ngjitse. Këtu është bërë një rramuje e madhe, do i mbledh gjitha. Në këtu mami e pastaj të rregullojmë. Po do bëjmë edhe për Kesardën, për Kristinën, për Alesian. Kush është masës për maj në gjithë. Nuk t'i vendosim këtu. Dhe pastroj tavolinën.
Mënoj sa ka bë. Se mos kemi mangët, mos kemi bënë një mangët. Okej. Mbaruam. Ja ku janë gjitha këtu. 22 apo 23, jo 22 kemi bërë gjitha, sa aq janë. Nuk e ti do të bëj edhe një tepër që t'ishte se kush e di. Nuk i kam numëru mirë ose s'më është dhe numëri mirë, se dhe mësusja nuk e dia do vinë gjithë fëmijët. Kështu që do t'i bëj gati, do t'i ngjis këtu, siç ju thash, edhe t'i vendos në qese të madhe. Kemi di magari così. Goca piva kafen, porosita tortën, mora dhe të lombasa të shmush makina, nuk shikoj do t'i pasqyra mbrapa, kam pak vështirë, po pak fare. Këtu se ndilën e pare kemi, do me thënë, kam zjetre ngjyrat bardhë, rozë dhe ngjyrë floriri. Edhe një zemër të kuqe që do të vjet kryet fare, do me thënë. Edhe nisemi për në shtëpi t'i vendosim tek tavolina që sot. Kështu kemi qef me festu çik para. Ka shumë trafik dhe ikim. Adriana këto do t'i vej kur të voglët, pa e vej lartë. Kurse këte, të e vej ke dhoma jote, shqipe? Atje të ajo, pomoja vogël.
Ku do të bëj bukën, e hoqa e qik nga tasi tjetër, bëj pak kuleç t'i pjek, se si që thash do vendos zgarën, në me thëmë. Edhe do t'i bëj dhe kuleç, do t'i le dhe pak që t'vi, e zura brumin brëm. Po bëra gabim që nuk, që e hodha brumin këtu, do me thëmë do t'a kisha lënë aty të tasi tjetër. Tek tasi, në një bol këshu kallçuku që i bëj unë. E kam edhe qik vaj ullirit edhe psi e qik po kam edhe. Shpesh herë dhe me thonë më pëlqen darkët, mbrëmje, kam përmend. Na doli i vogël këtë, haj Adriana këtë. Ose do ta lem këtu. Pëlqen që të zej brumin ose bëj diçka në mbrëmje. Na ka ardhur edhe Kristina, Silvias, po na bëjnë zhurmë, gocat sot. Do ta lej këtu se kam ngroht pak këtë matin, pjanurin do me thënë. Sobës, është pak i ngroht, edhe në fakt nuk i kam nxjerr risoj. Ndoshta nga shpejtësia, se më duhet pastroj zgaren mirë, që të vendos pak mishin. Se më duhet ta përgatis. To kuleçët e vegjit di hajnë gocat. Qik më të voglat e shpis. Do t'i lej këtu. Nga vaj rëshqet edhe kuleçët, do t'i mbuloj me një peshqir pastër kuzhinës. Edhe do pres, do me thënë, base, nuk e di, ndoshta gjysore ose 40 minuta që brumi të fryhet dhe ta pjek bukën. Edhe ta mbuloj një qik kështu, i ngrot, edhe shkojt lajt qik zgaren. Erdi edhe buka, tani do ta pjek, ta vendos tek furra. Tu bëra qik fërgestu të kjo tigani dhe ngrëm. Habe? Hronja pola Adriana me rosak vogël. Pëlqen? Ne. Shumë e bukur? Po me fati fat. Këtu dashi, këto janë, do t'i bëj kështu sufllaqe pule. Edhe do t'i marinoj dhe me thënë me kryp, me piper t'zi, me piper t'kuq. Vetëm me këto të treja, do t'i vendos tek zgara. Ka marrë dhe tjera. Kjo nga pule. Sis Adriana, che crogna pola, e aspra pisi. Do të shkoj një xhiro tek Pepco, por do të pim kafen e mëngjesit.
Ja ku erdhem në fund të videos. Në fakt nuk isha bërë mbyllje, ndoja shumë që videon ta ngarkoja ditën e djeshme. Por e kisha shtëpinë me njerëz, pra le që s'kisha as kohë. Kamerën e kam shumë afër se e mbaj në dorë, ja dhe sot kafen e mëngjesit. Edhe më vonë do dalim si fundjavë që është. Shihemi në videon tjetër. Bye bye.